Postimi I radhës që e ki postu Hoxh Hasan është kjo. Më intereson guximi atyre që se falin namazin dhe shpresojnë xhenetin. Guxim interesant. Goxha tremblim më kanë për mos me fal namazin edhe me pa target xhenetin. Çdo njeri prej neve e di që xheneti ka derë. Çka hymje ka derë. Zemra e cillën e ka derë? Synin. Me synin ti shtin zemrën tonë. Një xhami e ka një derë, shtëpia jote ka derë, çdo kush e ka derë, dhe xheneti ka derën e vet. Ama çdo derë ka një çels. Edhe cili është çelsi që ta çelti bravën e derës për me hyjtin në xhennet? Veç vallahi namazi, do të thon pjesa e parë është namazi. Çish do ti me çel derën e xhennet? A menon se kemi thëj atje? Ku jeti? A menon se shpiontani jetë xhenneti Allah që thot dikush nëse ai blej derën. Hajde blej derën. Te Allah azza wa jall. Më intereson sa trembli më kanë që ti shpreson xhennet zemrën e bardh, mashallah te barakallah. Edhe kur s'fal namaz, kur si besesh te Allahit. Ose no po për ulësia më e madhe që mundet me arrit njeri është kur ti ballin që dikujt në sejdë. Ballin tan që këtë shejtrin më të madhe njeri e ka dy gishtaftyra që këtë tin sejdë. Për kam për Allahin. Po kur mendosh ka thon Hamza radiallahu anhu, ti namazin e acis, a dikush është trimi më I madh. E keni ndëgjuar këtë ndoshta 1000 herë. Trimi më I madh është që bjen xhumë dhe se ka fal namazin e acis. Kur e ka vita ti e trimi më I madh, jo ka thon sam trimi më I madh, ai ka bjen me fletë se ka fal namazin e acis. Shumë trim lip më kanë me ron xhum, gjys degë. E ndoshta Allah ta merr shpirtin çat ditë ti ke shku te Allah pa e fal namazin e acis. A di çka I bie kur se fali namaz? Ti li me dal zemra pi vendit kur ti se fali namaz, kur ti në kohë namazit. E jo ti me vitet tona ti fal namaz. Po kjo është çudi. Çudi që e shpresojnë disa njerëz në xhenetin, ne si përzimi asnjëherë nuk kena ato çka dëgjojna. Nëse presna asnjë punë. Allah azza wa jalla pret. Ne veç ta kumtojna, edhe ta hapna lajmin se kjo rrugë që I nisti nuk çon ti në xhenet. E çime kjo punë? Munis ka kumanova me shpresu me shkon te tof. Kurson mërin. Po son mërin se kontra e ki lentën, ndroj autobanin, del në autoban drejt, e kupton? Do të thonë ti li munisën drejt xhenetit. Që kjo udha jote pa namaz, pa me punë të këqija, me këtë, nuk e ki udhën drejt xhenetit. Tu ka tjetërsu, do të thonë, traga jote që me shkuti drejt xhenetit. Për këtë arsye, do të thonë, guximtari I madh është ai që e shpreson xhenetin e Allahit, edhe nuk e ka punën për me shkuar, do të thonë te Allah edhe nuk e fal namazin se vallahi ajo lidhja që ndoshta lip me ulti ose po ta përmendim një shpesh pi dashnisë vallahi po. Njeri kur lidhet namaz Allahu akbar. Shka Allahu akbar. Zoti janë ja, po e dina që Zoti janë ja. Dunjan e las mbas, po hi namaz. A ti lidhesh. Alhamdulillah, sure tjetër. Se na mësuan veç me sure të shkurta. Magat edhe Allahi ti bie çto. Të shpatullat tua, ti bie gjunat. Shiki boti. Të mëdhoja të vogla. Shkon ti rruku deri të ndonjënoa. Kthehesh apet Rabbena wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban. I bana të dua që ka pejgamberi alayhis salam, kur shkosh në sejdë, Allah edhe çto. Gjunahe që të kanë metin shpatullat tua ti hek. Para më do me kuptu namazin që këtë formë. Ta kuptosh namazin që shtu edhe ti çdo namaz që falësh, edhe të ndalësh ty jam të him lidhje me Allahun. Është një lidhje sono mendoje e keni shok. Që vend që të në studio dhe të banë sot, sonë Allah Islami, Allah jemi dashur, shka të kish nevoj njëtën tane, financiarisht, mendima, shka të dush, mu më ki për mas 24 ditën që jam gjallë. Qysh ndjesh? Shumë I kënaqur isha. Mashallah, ta ora. Vjen kryetari I shtetit e ta banë sonullah. Shteti është. Këtë shteti janë dispozicionin tanë, shka dush ban ti, me ushtrime policie. Une kej tije, I kin dispozicionin tanë, edhe shka dush ti ban ti e këto. Po, krenarie mo. Para më do Allah I thot, wa idha sa'alaka ibadi, anni fa inni qarib. Allah I thot, kur pyet robi se ku jam unë, thot, unë jam afër edhe I përgjigj na lutjes së lutsit, cilën e ban. Kush ama krenari, me pot një shok, një kryetar shteti, Allahin, a e ndjena që këtë krenaria jo? A ndjena dhe ndalës të mbushet zemra që ka thonë pejgamberi alayhis salam, kujna I pikon loti për hir të Allahut, për dashurinë për Allahun, edhe pejgamberi alayhis salam kur synon se sheh xhenemin. O Allah na ban pe atyve. Amin ya Rab. O Allah di se sona disa është mirë me garantu para mendoje 10 përgëzumtë me xhenet duke filluar pite Ebu Bekri ditë Talha, 10 përgëzumtë e xhenetit kanë hec në dunja me njerëz e janë kanë garantuar me xhenet. Para mendo sot unë ti Allah azza wa jall me bëj këtë podcast to fjalimin e bëj që ne më kanë me na shënu emrin ton listën e xhenetit. Allahu akbar.
Do të thonë motivime, shtesë motivime se njërin veç motivi e manjit. Pas dyshim. Valla veç motivi e manjit. No stop motivi se dhe njerë lajmet e këqira dëshprojmë për shumë lajmet e smundjes, ama veç motivi e ma shpresa te Allah azza wa jall. Alhamdulillah që jena muslimane edhe çka është ma që ta forcon motivin premtimet e Allahut, nuk janë premtimet njerëzve. Ai kur të premton edhe realizon. Nëse të ka premtuar që është afër. Nëse të ka premtuar që xhenet ka me dhon xhenet. Apo kupton? Subhanallah.